Logopedi Ilyasa Fazliu u arrestua më 27 nëntor të vitit 2022, pasi në media u publikua një audioingjizim nga ordinanca e tij private në Gjilan, ku ai dëgjohej duke e fyer dhe sharë një paciente 3 vjeçare me autizëm. Ik ka ty. Hey! Nuk është fan një orë të sot. Që do të kam një. Jepja dhe jepja. Jepja dhe jepja. Ik atje. Ik. Mirë. Ik atje. Ik. Sunt pune malë. Budalic. Shka bëtan? Shka? Pas publikimit të rastit në media, Fazliu me 29 nëntor 2022 ishte shkarkuar nga pozita e ushtruesit të detyrës shefit të logopedisë, por me një vendim tjetër të kësaj date, ai ishte kthyer në punë vetëm si defektolog në këtë klinikë, por ndaj tij nuk ishte zhvilluar asnjë procedurë disiplinore. Prokuroria themelore në Gjilan, Fazliu i kishte ngritur aktakuzë për veprën penale, trajtimi i pandërgjegjshëm mjekësor. Sipas prokurorisë, Fazliu haptas ka përdorur metodë të papërshtatshme për trajtim dhe nuk ka zbatuar rregullat e profesionit të logopedit. Në gjykimin ndaj Fazliut ishte bërë edhe një ekspertizë psikiatrike, por që fëmia asnjëherë nuk ishte ekzaminuar, sipas tyre pasi nëna e fëmijës nuk ka pranuar. Në këtë gjykim, kishte dëshmuar ekspertja e psikiatrisë së Institutit të Psikiatrisë Forenzike të Kosovës, Dr. Blerina Hoxha Gjuraj. Sipas saj, ndërhyrja e logopedit në këtë seancë nuk ka mundur të ndikojë në dëmtim emocional të fëmijës. Me fjalën ik atje, budallic, sigurisht që ju ka drejtuar fëmijës. Nuk e konsideroj se nga ana e logopedit që ka qenë bërtim ndaj fëmijut, ka qenë koment në sjelljen e fëmijës, se qenë ka fëmijë vështirë që nuk po merr ka vesh, dhe fëmiu ka vazhduar të bashkëpunojë me logopedin, të luaj, qesh, të lëshoj zërat e partikular që është karakteristikë e këtyre fëmijëve. Sikur të kishte pasur lëndim emocional, fëmia do ta ndërpreste bashkëpunimin me logopedin, do kërkonte të ikte dhe të delte nga seanca. Betimi për drejtësi ka kërkuar përgjigje edhe nga ekspertja e cila ka thënë se kjo lëndë tani më nuk është në kompetencën e saj, pasi që është mbyllur në gjykatën e apelit. Vet Ilyasa Fazliu jep versionin e tij për këtë rast, duke thënë se kishte qenë i ngarkuar me punë tjera të tij. Si morën me të heq vishta sporrim, po qa. Thash ku merë të shqipja na i lodë, dhe për të eksen. Edhe e fëmija t'i këshyrë balonin. Jem hypë me marë balonin. Kër kom zrujt poshtë, dhe më thonë jem kënë të folë në telefon, si marë me punë. Se kom trajtu unë e heq në qatë 2 seanca. Në absolut si marë me punë. Seanca e 4 të konë. Kër kom ra poshtë, të kom duat jem kënë të shkel edhe më ka rjedha e afjarë. I ka tja. Që kështë të e shkel, në atë kuptim. Unë nuk po thëmë që ka qenë mirë. Shprehjet e tilla nuk duhet të përdorë. Po gjykata i ka vërtetuar, domethënë praktikisht që s'ka pas të bëjë me to hiç.